Përshëndetje dashur shikues, mirë se vini në Agora News. Do të flasim mbi disa nga çështjet më të nxehta të aktualitetit politik në vend, në rajon, por edhe në botë. Dhe për këtë qëndroni me ne në këtë intervistë ku kemi të ftuar avokatin e njohur Zaçe Islami. Zoti Islami, përshëndetje. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Zoti Islami, çfarë po ndodh në Partinë Socialiste ku Elisa Spiropali i ka dalë hapur Edi Ramës duke i thënë atij se ai mund ta përjashtojë atë? Janë prishur pazare. Cilat pazare? Po pazare që kanë bërë 13 vjet, ai ishte me Edi Ramën, ai bëri ministre të jashtme, ai bëri kryetare kuvendi, ai bëri ministre diun ku nuk e ka çuar. Kur ai e odhi e flakur si limon të shtrydhur, tani ka mbetur qajve, kuptohet që do ankohet. Çështje interesash janë çështje parimesh. S'ka parime aty. Nuk ka mosmarrveshje lidhur me çështje kombëtare. Nuk ka mosmarrveshje me problemet që kemi me komshit, qoftë me serbët, qoftë me grekët. Asnjë gjë, thjesht janë pazaret të tyre, pazaret e pista që kanë bërë të rjetën bashkë. Dhe ishte ai Edi Rama që atë bëri ministre të jashtme, pas një lloj, nuk e di se çfarë të thënë tani, eksperiencë. E bëri kryetare të kuvendit thjesht për të thënë yes men, dhe Edi Rama dihet, jo Edi Rama, po gjithë komunistët në parimin, në punën e tyre nuk njohin kundërshtim, nuk njohin mendim të kundërt, duan vetëm yes men. Pikërisht prishja e raportit yes men e bëri atë zonjë krye si e ka ajo Spiropali e bëri që të harroj Skënderbeun e saj, që thoshte ky Skënderbeu. Ku ka Skënderbeun zonja Spiropali? Tani kur ishte Skënderbej, atëherë apo tani? Dhe kur nuk ishte Skënderbej, apo atëherë apo tani? Pra janë gjëra pa vlerë që i kanë brenda nuk në asnjë pesh kundërshtimi i Spiropalit lidhur me marrëveshjet me Ramën, me bashkëpunimin me Ramën. Po çfarë fshihet në këtë përplasje mes Edi Ramës dhe Spiropalit, teksa edhe në mbledhjen e fundit të grupit parlamentar të Partisë Socialiste ka pasur një farë përplasje midis tyre ku Edi Rama nuk e ka lejuar atë që të replikojë gjatë kësaj mbledhje. Ta thash pra, komunistët nuk lejojnë replik, komunistët nuk bëjnë replik, komunistët nuk bëjnë dialog, komunistët t'japin vetëm urdhra, dhe urdhrat i kanë gjithmonë vertikale, dhe asnjëherë nuk mendim të kundërt në Partinë Komuniste Shqiptare, që është në pushtet. Po çfarë fshihet pas gjithë këtij debati? Interesat e tyre, interesat e saj, interesat e atij Palloshit, që i thot ajo Belinda. Është një rivalitet që kishte kjo edhe që ka akoma me Belinda Ballukun. Janë 501 pislëqe të komunistëve, që komunistët nuk e qëndorën na pislëqet. Me pislëqe e filluan, me pislëqe vazhdoi. Në këtë rast, a ka një grup që mund ta godas Edi Ramën brenda Partisë Socialiste? Absolutisht jo. Ai të tërë ka bler, i ka arkuar, i ka ushqyer, ka zënë gojën me prona, me para, me të tëra, dhe asnjë nga ata nuk ka gojë të flasë. Ka korruptuar të tëra ai. Të gjithë grupi parlamentare ka të tija. Po Elisa Spiropali, te cili grup bën pjesë, nëse mund ta klasifikojmë në këtë mënyrë, bën pjesë te grupi Erion Veliajt, apo s'ka asnjë grup që ka një farë kundërshtie ndaj Edi Ramës? Thjesht kanë pazaret me Edi Ramën, s'ka grup ajo, s'ka marrë pjesë ajo në lidhje me Erion Veliajt, se s'ka reaguar kur u arrestuar Erion Velia. Asnjë lidhje s'ka. Duke qenë se ajo vjen nga mjafti, prandaj. Mjafti që e ndërtoi Sorosi, ashtu si çdeshi Sorosi, dhe u ka ta ndis tani po koshi gjithël. Zoti Islami, nga mënyra se si po qeverisë Edi Rama, por edhe ato çfarë po ndodh brenda Partisë Socialiste, mund të themi se ka sinjale të cilat tregojnë se Edi Rama po shkon drejt fundit të tij? Edi Ramës fundin do t'ja caktoj vetëm
Illuminati, vetëm Sorosi, vetëm masoneria amerikane, nuk ka punë nga shqiptarët e Edi Rama. Në Shqipëri, Edi Rama rron 100 vjet të tjera akoma, nëse do ketë jetë. Nuk ka kushtazoj në Shqipëri. Edhe ata që ka që një kundërshti e brendshme, se thua që mund të vinte nga partia e tij, ata thashë që në fillim i ka kastruar, i ka ushqyer të tërë. Nuk ka rrezik nga brenda Edi Rama, e di mirë këtë gjë, prandaj meti në avion natë ditë 24 orë në 24 aty e ke në avion, pse se e ka të sigurt që këtë se gjë. Zoti Islami, ndërkohë në Partinë Demokratike ka nisur procesi për zgjedhjen ose më saktë paraqitjen e kandidaturave që do të garojnë për kreun e Partisë Demokratike, po ndërkohë ka pakënaqësi të ndryshme qoftë nga ana e Salinjanit apo dhe kandidatëve të tjerë. Në këtë rast, çfarë po ndodh konkretisht me Partinë Demokratike? Mund të themi se garojnë në një pikë degradimi të tillë saqë edhe procesi për zgjedhjen e kryetarit të ri bëhet qesharak, duke qenë se Berisha nuk i është përmbajtur as statutit të cilën e miratoi po vet. Sa kohë që në krye të Partisë Demokratike do vazhdoj ose dhe si antar i thjesht jetoj në Partinë Demokratike, Sali Berisha, as mos prisni që Partia Demokratike të bëhet parti opozitare. Sepse në Partinë Demokratike nuk ka ideale, ka interesa, nuk ka program, ka interesa, nuk ka asnjë gjë që të kërkoj dhe të fitoj mbështetjen e popullit. Nuk e do më njeri Partinë Demokratike se i pan që s'janë Parti Demokratike, po janë komunistë të pakënaqur. Dhe thjesht luftojnë për të ngrënë ndonjë kockë tani të tërë. Mirë, po kocka Sali Berisha se i ka mbajtur për vete kocka edhe tul, kështu që as mos prisni që në Partinë Demokratike të ketë ndonjë lëvizje. Harrojeni. Është një parti e mbaruar, që s'është parti, është thjesht një grumbull njerëzish pa ideal, pa kërkesa, pa sakrificë, pa asnjë gjë. Zoti Islami, në optikën tuaj, ku po shkon Partia Demokratike me Sali Berishën dhe sa gjasa ka që vetë Berisha ta rrëzojë nga pushteti Edi Ramën në mënyrën se si po e drejton Partinë Demokratike, por edhe në mënyrën se si qaset të denoncimit të korrupsionit të vetë qeverisjes së kryeministit Edi Rama? Po, kësa i thonë, mos të shafti shari, mos të ngafti ngari, thonë ande nga Kurveleshi. Po Berisha është më i korruptuar se Edi Rama, kush do ta korruptoj, kush do ta rrëzoj. Pra, këto janë përpjekje të kota të Sali Berishës për të ruajtur, për të qenë atje ku është, derisa të jetë gjallë. Një lloj si idhulli i tij Enver Hoxha, që e thonë kolegët e tij që kur e takoi një Enver që i dha dorën, Sali Berisha nuk lau dorën një javë se ishte takuar me dorën e Enver Hoxhës. Pra e ka idhull dhe ai veproi më pik për pik, presje për presje, siç ka vepruar dhe punuar Enver Hoxha. Asnjë lloj ndryshimi nuk ka. Kështu që Rama e di mirë këtë punë. Rama është usta, plus i ka dhe ustallar të tjerë që mësojnë nga çefutëria dhe nuk ka asnjë rrezik. Ata që kanë rreth rrotull Edi Rama i ka ushtar të bindur. Edhe ai i ka ushqyer, ata u ka dhënë dhe janë milionerë dhe ata, janë milionerë të tërë, kështu që ata kanë humbur mbështetjen e popullit. Populli nuk i do më se i shikon, dhe populli ditë për ditë shkoni në autobus, shkoni në rrugë, shkoni ku të doni, thonë, të dy një lloj janë, thonë. Qytetarë të thjeshtë, njerëz të pa angazhuar asnjë kundi, janë një lloj, thonë, përse ti diskutojmë fare, si njëri dhe tjetri se njëjta gjë. Pra, vim te konkluzioni që kam thënë unë që është partia e punës në pushtet. Asnjë pikë ndryshimi s'ka. Topi se luan këtë që kam thënë unë. Zoti Islami, sot është mbajtur në gjykatën e posaçme procesi për dosjen e privatizimit të Sport Klub Partizanit në periudhën e qeverisjes së Berishës, pra kur Berisha ishte kryeministër. Dhe ndërkohë sot ka qenë dëshmitar edhe vetë Tauland Balla, i cili ka qenë një nga iniciuesit dhe kallëzuesit kryesor të këtij procesi, pra të kësaj dosje kundrejt Sali Berishës dhe dhëndrit të tij. Në këtë rast,
ku vet Balla ka dëshmuar sot se ky ishte një rast korrupsioni dhe kur është pyetur për Ballukun e ka mënjanuar, ka thënë se rasti i Ballukut nuk ishte korrupsion. A mendoni se procesi që ka të bëjë me privatizimin e Sport Klub Partizanit mund ta fus, po themi, në një hulli tjetër, duke qenë se pritet të thirret edhe Edi Rama? Do bëjnë pazare, siç i kanë bërë deri tani. Do ta gjejnë fjalën me njëri tjetrin, do japin njëri, do japi dhe tjetri, do lëshoj pe njëri, do lëshoj dhe tjetri, do bëjnë marrëveshje dhe në fund u mbar mali e polli 1000, do kemi asnjë zgjidhje. Pallati i Sportit Partizani, ajo, mirë them, terreni i Sport Klub Partizanit është privatizuar, ka mbaruar ajo punë, janë ngritur kullat atje, s'kthehen më mbrapsht ato. Kështu që nuk e blen fare ta diskutojmë këtë gjë. Është bërë ajo marrëveshje. Po sa i përket faktit që pritet të thirret dhe Edi Rama si dëshmitar në këtë proces gjyqësor, duke qenë se ai ka qenë kryetar i Bashkisë Tiranës në atë periudhë dhe ka hedhur dhe firmën sa i përket privatizimit të Sport Klub Partizanit në këtë rast. Ja thash pra, do merren vesh tash, duke qenë se ai ka qenë kryetar bashkie dhe ka dhënë ai lejen e ndërtimit atje. Kuptohet ja ka dhënë në këmbim të diçka e Sali Berisë, se Edi Rama nuk t'i jep gurin e vdekjes pa interes. Pra janë marrë vesh që atëherë, ndaj them unë që nuk pres asnjë, se janë marrë vesh me kohë, është shitur ai objekt. Pra sipas se gjitha është një teatr. Tamam, si thon, një komedi. Një komedi e pështirë. Komedi tipike komuniste që duan të largojnë vëmendjen nga problemet e mëdha që ka Shqipëria sot, boshatisja e vendit, vjedhja e pronave, vjedhja e tjersës së shqiptarëve, grabitja e naftës, falja e naftës dhe çmimet monstruoze që kemi ne në krahasim me të tjerë, edhe merren me pallatin e Sportit Partizanit. Pse nuk merren me atë Sport Klub Partizanit? Pse nuk merren me çmimin e naftës? Se nuk del Sali Berisha edhe të protestojë për çmimin e naftës. Po thot një fjalë të lëshon nga një shashke dhe ikën, për të thënë që ja unë e kritikova. Jo zotëri janë bashkë dhe e mbyllim këtë çështje se ata janë bashkë, nuk ka vënë për të ndarë aty njëri nga tjetri, harrojeni. Duke mbetur sërish te kryeministri Edi Rama, mendoni se SPAK-u mund t'i shkojë në derën e kryeministrisë vet kreu të qeverisë, duke qenë se tashmë ka në dorë edhe dosjen e Belinda Ballukut? Deri tani se ka bërë, pse do kemi shpresë se mund ta bëj? Jo. Ndoshta mund ta bëj një ditë, mund të jetë goditje e papritur e SPAK-ut. Nuk mund ta bëj. Po të ishte për bërë, do ta kishte bërë, ka një vit që merret me këtë punë. Nuk e bëj. Sepse korbit nuk janë nxjerr syt zotëri. Ka mbaruar, mos prisni gjë. Unë zgjidhjen e pres vetëm në qoftë se do vendosin amerikanët që të vinë tynë aty brenda. Po. Dhe të na bëjnë shtet të 51 të tyre. Ndryshe Shqipëria është e mbaruar e falimentuar. Është koloni greko-izraelite, kaq. Zoti Islami, pak ditë më parë është nënshkruar një marrëveshje mes Shqipërisë dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës sa i përket po themi furnizimit me gaz nga ana e Shtetet e Bashkuara të Amerikës të Shqipërisë. Dhe kjo marrëveshje është bërë me ndërmjetësimin e ambasadores amerikane në Greqi. Amerikane në Greqi. Po. Në këtë rast është në interes të Greqisë. Ka mbaruar, është në interes të Greqisë. Po cili është interesi në këtë rast? Do me thënë, do ta marrë Greqia nga Amerika, bie fjala 10 lekë, dhe do në shes neve 12 lekë. Në vend që ne ta marrim direkt në Amerika 10 lekë. Ja kjo është ndërmjetësi që merr Araçi. Po kaq të nevojshme ka Shqipëria që të furnizohet me gaz? Prandaj të thash që është në interes të Amerikës, të Greqisë. Se ne me gaz vazhdimisht jemi të furnizuar, prodhojmë dhe vetë gaz. Tubat e gazit nga Delvina në Ballç punojnë për bukurie 24 orë në 24. Një mënyrë ne kemi gaz. Po cila është loja greke që luhet në këtë rast? Të komanduar gjithçka. Ka qesin, ka rubinetin. Që do të thotë?
Që do të thotë kur i do qefi hap rubinetin, kur ja plotson kërkesa atje hap rubinetin. Kur nuk ja plotson kërkesa atje, për shembull do kërkoj nesër pasesër të bën një 8.000 varre greke aty, të gjasme të ushtarëve grek të vrarë në luftën e dytë botërore. Nëse ti i thua jo, ai të mbyll rubinetin, ja ka që thjesht ka ndorë. A ka gjasa që Greqia, nëse fiton ato milje detare për cilat ka pretenduar të arrijë të kryej shpime në det sa i përket pjesës detare të Shqipërisë? I ka fituar zotëri, ja ka dhuruar Sali Berisha me Lulzim Bashën, do shpoj, do fitoj dhe ne do rrim me gisht në gojë. Kaq. Deklarata që bëri Edi Rama ishte se çështja e detit do të zgjidhet brenda këtij viti. A do të thotë se kjo, ose më saktë, a lën në kuptohet kjo deklaratë se Greqia do të ketë iniciativa të tilla për të kryer shpime në mënyrë që të nxjerrë naftë në det? Unë besoj Edi Ramën aq sa që besoj që toka është e sheshtë. Besohet Edi Rama. Besohet Edi Rama. Dhe Dreqin mund të besosh, po vetëm Edi Ramën jo. Kështu që nuk e besoj ato, nuk i besoj ato i thotë Edi Rama, janë mashtrimet e radhës. Ky popull gënjet shumë kollaj, këmbë i keq. Për këtë jam jashtëzakonisht i stresuar dhe i shqetësuar, sepse ky popull u gënjye ka fare lehtë dhe qëndron ajo shprehja e Krushkovit që tha shqiptarët shiten për 5 aspra. Ne vërtet u shit kemi jo për 5, po për 1 fare. Në këtë rast, çfarë interesash po luhen konkretisht nga ana e Greqisë në raport me Shqipërinë? Geostrategjike. Që do thotë? Që do thotë kërkon të marrë gjysmën e Shqipërisë. Po si, në çfarë mënyre? Me të tëra mënyra. Praktikisht e ka marrë, se ekonominë ata e drejtojnë nuk Shqipërisë. Ka përgatitur dhe numrin e nevojshëm të domosdoshëm të emigrantëve të mirëthem të tyre pakicës kombëtare greke, që i ka bërë tani, i ka çuar numrin në 250.000 me këto deklarime që u ka marrë shqiptarëve që u ka dhënë të drejtën e qëndrimit në Greqi, edhe do të çojë problemin në gjykatën ndërkombëtare. Anglinë e ka të parën që do thotë po, është e vërtet kjo kështu, është ka të drejtë Greqia. Dhe do t'i marrë, e kanë bërë ato planet do t'i marrë se shqiptarët Shqipërisë i kanë vdekur burra. Ka që thjeshtë është, i kanë vdekur burra Shqipërisë do të ri. S'ka më burra. Zoti Islamit, kalojmë pak në përballjen mes Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe Iranit, ku nuk po arrihet dot një marrëveshje, madje as nuk ka iniciativa të tilla konkrete për një raund të ri negociatash, dhe nga ana tjetër presidenti amerikan Donald Trump e ka kërcënuar Iranin se nëse nuk nënshkruan një marrëveshje konkrete, atëherë do të përballet me sulme. Madje këtë e ka shoqëruar edhe me një foto lufte të vet tij pra. Në këtë rast, a mendoni se Amerika mund të rikthehet së bashku me Izraelin në luftime, pra të kryejë një fushatë ushtarake kundrejt Iranit, ashtu siç e pa muajin e kaluar? Atje lufta s'ka ndaluar asnjëherë, dhe ajo është quajtur marrëveshje që kërkon Trumpi, nuk është marrëveshje. Është Iranit i kërkohet dorëzim pa kushte. Iranit i kërkohet që të dorëzohet para amerikanëve, para Izraelit, dhe gjitha i shtetë 1,5 milion kilometra katrore, me një popullsi 19 milion banor të nënshtrohet 5 rrugëcërve që fut. Ndërsa Trumpi e kemi thënë, Trumpi i hyri detit me këmbë aty. Nuk kushtohet Irani zotëri. Të lodhet sa të doj Trumpi. Në qiell të vejës brez tokë, Irani nuk e pushton dot. Është e pamundur. Nuk mund ta bëj. Plus që ai popull është i vendosur që të luftojë deri tek i fundit. Dhe në këtë pikë s'ka që bën as Amerika as Drejtimet e Birit. Mos harrojmë faktorin e jashtëm, që Irani furnizohet me armë moderne nga Korea e Veriut, nga Kina dhe nga Rusia. Dhe s'ka që bën, ato janë sa s'ka qetere, ai
presidenti i Amerikës për të thënë që rezistoj akoma dhe unë do ta fitoj. Hiç gjë s'ka për të fituar zotëri. Hiç gjë. Do ikin me bisht në qal, ta dini. Dhe unë shoh fundin e Izraelit në këtë rast. Zoti Islami, Amerika ka gjasa që të përdor raketën supersonike, e cila quhet Shqiponja e Zez, në këtë rast, dhe bëhet fjalë për sulme të mundshme që mund të kryejnë ndaj infrastrukturës ushtarake të Iranit në një kohë kur tensionet janë ende në ajër, kur armëpushimi është ende i brisht. A mendoni se Amerika mund të përdor, pra Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Izraeli mund të përdorin teknologjinë më të fundit kundrejt Iranit për ta bindur atë që tulet në tryezën e bisedimeve dhe të pranoj kushtet që ka përcaktuar më parë qoftë Shtetet Bashkuara të Amerikës, po qoftë edhe Izraeli? Nuk do të arrit ta bëj dot këtë për arsye se të njëjtën armë supersonike kanë, njëjtën raketë ka dhe Irani që vën nga Korea e Veriut, nga Rusia dhe nga Kina. I kanë të njëjtat armë. Nuk ka që bën, po që se do bëhet fjalë për raketat supersonike apo balistike, Irani e ka gjithë një dorë që t'i përdor dhe i ka ato armë. Thjesht Irani lot me Amerikën, me atë Trumpin si macja me miu. Dhe i provokon nervat atë sa e ka bërë që ka dalë nga vetja disa herë, por në fund fitoria i takon popullit të Iranit. Zotri, me këtë agresion që me këto bombardime kështu makabre dhe terroriste që po bën Amerika dhe Izraeli në Iran, nuk bëri gjë tjetër veçse unifikoi po e them prap 100% kombin iranian rreth qeverisë të tij dhe rreth mbrojtjes për të mbrojtur atë tërësinë e tyre toksore dhe vendin e tyre. Vetëm këtë bëri. Asgjë tjetër s'ka fituar. Kanë bërë atë tjetër që kanë bombarduar qytete, kanë vrarë fëmijë, kanë bombarduar fshatra. Ata atë dinë të bëjnë se atë kanë mundësi të bëjnë. Në tokë s'hyjnë dot. Po mbajtjet e tyre. Çfarë do të thotë sipas jush deklarata e sekretarit amerikan të mbrojtjes, i cili është shprehur se lufta me Iranin është një luftë gati për ekzistencë, dhe se nga ana tjetër aleatët do duhet të na japin ndihmën e tyre në këtë rast, duke i referuar NATO-s. Ju si mendoni, çfarë do të thotë vetë kjo deklaratë dhe a është vërtet një luftë për ekzistencë? Është luftë për ekzistencë në të dy palët. Irani nuk ka ku shkon më. Ka vajtur deri te muri. Aty s'ka ku vete. Po dhe Amerika do që të ruaj atë egoizmin, atë egon e saj që shiko se ne jemi të pamposhtur, ne jemi fituesa ndaj këtej. Amerikën diskreditoi Donald Trumpi. I buri faqen e zezë. Po që ka bërë që edhe miqt më të ngushtë të Amerikës të fillojnë të urrejnë tani Amerikën me çka një karagjos të kryet shtetit. Ai po bën krim shtetëror, ai është terrorizëm shtetëror që po bën Irani, ai Donald Trumpi në Iran. S'është asgjë tjetër. Dhe nuk është luftë. Është një agresion kriminal banditesk që meqense unë kam mundësinë të sulmoj nga ajri, edhe do të shkatërroj. Sa do shkatërroj? More po e them, do vrasi 10 milion iranian, do t'i vrasi po. Do mbeten 80 të tjerë. Kështu që ata këto llogari duhet i bëjnë mirë. Irani zotëri ka mbështetjen absolute të Kinës dhe të Rusisë. I ka këto mbështetje dhe nuk ja heq dot kurkush. Zoti Islami, sipas llogaritjeve të Pentagonit, Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë humbur 25 miliard dollar në luftën me Iranin. A është vetëm kjo, po themi, a është vetëm ky dëmi më i madh që i ka shkaktuar Irani, Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Izraelit? Ose më saktë Shtetet Bashkuara të Amerikës? Po tham 25 miliard dollar, shtoj dhe 25 të tjera. Se asnjëherë nuk i don të vërtetat. Po ta them unë, shtoj dhe 25 të tjera. Nisur nga ajo që ju vetëm humbje ka Amerika nga ky agresion. Asnjë lloj fitore, asnjë lloj interesi. Nisur nga ajo që ju keni parë deri më tani, si mendoni si do të shkojë ecuria e këtij konflikti? A do të arrihet drejt një marrëveshje apo secila palë do të ngrej kurthet e veta për të kapur palën tjetër në befasi?
Eksakt, kjo do ndodh dhe në fund fare amerikanët do të rriqen. Do të rriqen, se nuk hynë dot. Jo do të rriqen se s'duan, do të rriqen se s'mund të hynë. Shefi i KFOR-it në Kosovë ka deklaruar se situata në veri të Kosovës mbetet e brisht, nisur nga tensionet që pam 2 vite më parë, ose më saktë 3 vite më parë në veri të Kosovës, dhe në këtë rast mund kemi përplasje të reja, pra incidente që mund prodhohen në veri të Kosovës kryesisht nga grupe të caktuara të Serbisë. Nuk do të mund të bëj asnjë gjë në Kosovë, Serbia, për arsye sepse në Kosovë është baza më e madhe ushtarake amerikane e Bond Stilit. Dhe nuk do guxojnë serbët që ta kruajnë edhe një herë me Amerikën. Se e panë se ç'psuan në 99. Në këtë rast, ishte e mbyllur. Në këtë rast kur ka konflikte të tilla si ai që është në lindjen e mesme, por edhe mes tensionesh të shumta, çfarë janë duke bërë shqiptarët për të mbrojtur kufit e tyre në një rast të caktuar që mund të ketë përplasje, agresioni, Kosova përballë Serbisë apo dhe Shqipëria përballë Greqisë? Pra, sa të rrezikuar jemi nga fqinjët? Shiko, shqiptarët hanë makarona, e shohun. Shqiptarët flën. Shqiptarët flën. Çfarë do duhet bëjnë në këtë rast? Çfarë do të bëjnë? Qeverinë e të dy anëve të e pare punës njerë të bëhet bashkimi kombëtar. Gjë që se bëjnë, sepse janë të dy palët të shiturat e Serbi. Zoti Islami, unë ju falenderoj që ishit në Agora News. Edhe unë të falenderoj ty për intervistën. Të dashur shikues, bashkë do shihemi në intervista të tjera, por mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube.